Baca Adem Demaçi, kur pa dalur nga burgu, pa të thënë që dola nga një burg i vogël në burgun e madh, që quhet Kosovë, sepse ishim në okupimin e egër të Serbisë, me një regjim shovenist antishqiptar që kishte instaluar apartheid kundër nesh. Prandaj edhe dita e çlirimit 12 qershori është edhe si një thyerje e një burgu të madh që quhej Kosovë, sepse u çlirua populli dhe po tërhiqeshin të gjitha forcat e armatosura policore e ushtarake të Serbisë. Andaj sot në ditën e çlirimit të paqes vum lule të fresta edhe te varri i Bacadem si simbol i rezistencës tonë, dhe gjithashtu si një veprimtari pa epur, i cili nuk u kursye asnjëherë dhe dha gjithçka për më të mirën e më të mbarën e vendit tonë e të popullit tonë. Lavdi gjithë dëshmorëve, martirëve e veprimtarëve të çështjes kombëtare.